163 takime vizita për vetëm 2 muaj. 37 vendime në shërbim të qytetarëve. Ngritje të 16 komisionet. Sot qytetari ka adresë ku të informohet, të ankohet e të kryejë shërbimet e tij. Ngritje të struktura dhe kapaciteteve. Aksione kombëtare për siguri dhe shëndet në punë. Hartim të masave të reja për punësim. Ajo që nuk është bërë për 27 vite pas luftës e as 18 vite pas pavarësisë, ne e kemi nisur vetëm për pak javë. Ligjin për vlerat e luftës çlirimtare. Koncept dokumenti është gati, por që ka mbetë vetëm në letër. Kam punuar pa ndalë, me zemër e shpirt për ta ngritur këtë ministri. Shpesh herë deri në 11 natës. Kam marrë sektor nga 5 ministri tjera dhe sot kemi ndërtuar ministrinë më të madhe në Republikën e Kosovës. Kemi dërguar 8 ligje për ndryshim, 3 ligje për ekspost, i kemi iniciuar 29 akte nënligjore për ndryshim. Kemi vazhduar reformën sociale dhe kemi nisë përgatitjet për reformën pensionale dhe shumë punë tjera me vullnet të madh, me dëshirë të zjarrt për ta ndryshuar jetën e qytetarëve. Krejt këto mendimin e një stafi të mrekullueshëm të kësaj ministrie. Dhe në fund, pas vetëm 2 muaj e gjys, dikush vendosi ta ndalë këtë punë. Me 28 prill, dikush vendosi të keq përdor demokracinë për të kontestuar verdiktin qytetar të 51%. Vendi u qua përsëri në zgjedhje për të 50 herë. Jo sepse qytetari e kërkoi, jo sepse mungoi legitimiteti, por sepse dikujt nuk i pëlqeu rezultati. Dhe për këtë u blloku shteti, duke mos hyrë në kuvend, duke u fshehur nga përgjegjësia, duke keq përdorur demokracinë. Kjo nuk është demokraci të nderuar qytetarë. Ky është sabotim i vullnetit të qytetarëve. Kjo nuk është politik, kjo është ikje nga përgjegjësia. Zgjedhjet e 5 brenda një viti janë turp për një shtet që kërkon zhvillim. Nuk janë vetëm lodhje për qytetarin, por janë edhe bllokat për ekonominë, ndalesë për çdo reformë dhe goditje për çdo familje që pret punë, siguri dhe stabilitet. Çdo ditë pa institucione funksionale është një ditë më pak për qytetarët. Fatkeqësisht, me këto vendime të axhamillakut politik, këta tregojnë që nuk e duan këtë vend, sepse kush e do Kosovën, nuk e çon në zgjedhje çdo 4 muaj, nuk e bllokon shtetin për inat personal, nuk e mohon verdiktin qytetar. Ne nuk ndalemi të dashur qytetarë, as puna jo nuk ndalet, sepse shteti nuk është lodër politike, shteti është përgjegjësi dhe vullneti i qytetarit nuk mund të mbahet peng.